Salavatet dhe selamet I takojnë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Po ashtu lusim Allahun që të gjitha mirësit dhe bekimet të jenë dhe të derdhen edhe mbi ata të cilët e ndoqen rrugën sunetin e tij deri në ditën e fundit. Nuk ka as pak dyshim se Allahu atë që në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga e rrugë e humbë. Atë që Allahu Gjelleshanu me të drejtën e tij e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut, udhëzimi më I mirë I Muhammedit a.s. Veprat më të këqija janë risit dhe bidatet, të cilat çojnë në humbje, e humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga I na mbroft. Vëllezër të dashur, gjendemi më 5 Dhulhijhe të vitit 1447 sipas hijretit. Akoma jemi në mesin e ditëve më të mira, më të bekuara të vitit. Ditët e para të muajit Dhulhijhe. Thonte Muhamedi alayhis salam: "Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayam." Nuk ka vepër e mirë, thot Muhamedi alayhis salam, që ma e dashur është tek Allahu Gjelleshanuhu ndo një ditë tjetër se sa në 10 e parë të muajit Dhulhijhe. Vëllezër, këto janë ditët e njohura, ditët e caktuara, ku Allahu Gjelleshanuhu tha: "Wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat." Dhe le ta përmendin emrin e Allahut, le të bëjnë tekbire në ditët e caktuara, në ditët e njohura. Vëllezër, sot do të flasim për ditën më të mirë të vitit. Kur themi dita më e mirë e vitit, kjo është çështje gajbi. Nuk ka mund dikush me zbulu këtë ditë se është dita më e mirë, më me vlerë e vitit, pos nga shpallja e cila erdhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është dita e Arafatit. Ku për to Allahu Gjelleshanu edhe betohet në Kur'an, thot: "Wa shahidin wa mashhud", dhe pasha ditën dëshmuese dhe ditën e dëshmuar. Me një hadith tjetër tha Muhamedi alayhis salam: "Ash-shahid yawmul jum'a wa mashhud yawmu Arafa." Do të flasim sot për vlerën e madhe të ditës së Arafatit. Vëllezër, ditën e Arafatit Allahu subhanahu wa ta'ala e ka vlerësuar dhe e ka dalluar me mirësi të shumta dhe të mëdhaja. Pejgamberi alayhis salam, me një hadith cilin e ka nxjerrë Imam Ahmedi në musnedin e tij, Sheikh Albani thot hadithi është sahih, nga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان أي بعرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه ثم كلمهم قبلا أي بدون الواسطة، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين." Shiqoni pse është quajtur dita e Arafatit. Dita Arafa në gjuhën arabe Arafa, e diti, e mësoj, e njoftoj. Thonë dietarët për arsye se në këtë ditë krijesa është njoftuar me krijuesin. Pse? Hadithin që e thash. Thot Muhamedi alayhis salam: "Allahu Gjelleshanuhu në tokën e Arafatit e mori besën nga shpina e Ademit në tokën e Arafatit, dhe nxori nga shpina e Ademit të gjithë pasardhësit e Ademit, të gjithë dulën prej korrizit e Ademit. فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ, dhe I shpalli Allahu Gjelleshanu të gjithë ato, të di duarët e tira, tër krijesën e atij, tër njerëzit. Allahu Gjelleshanu në duarët e tia, gjithë bitë e Ademit dulen, e Allahu Gjelleshanu thumme kellemehum qubula, dhe ju foli Allahu Gjelleshanu të gjithëve, pa ndërmjetësues, thumme kellemehum
kubula. Allahu Gjelleshanu ju foli atire pa ndërmjetësues. Fekale, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë e Zoti juaj? Gjithë krijesat, Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithë bitë e Ademit, i shtalli para durve të tia, dhe i tha, a nuk jam unë e Zoti juaj? Kalu bela. Dhe me thonë këtë besë ne ja kemi dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala qish më herët. Qish atëherë kur Allahu subhanahu wa ta'ala e kish kriju vetëm Ademin a.s. Dhe nga korizi i ti, i nxjerr të gjithë pasardhësit e Ademit, thumë me kellemehum kubula, dhe ju foli Allahu Gjelleshanu atire drejt për zdrejti, pa ndërmjetësues dhe pa përkthies. Ju tha, elestu bi rabbikum, në realitet na ka thonë neve, a nuk jam unë Zoti juaj? Ne i kemi thonë Allahut, bela, shahidna, po dëshmojmë ti e Zoti jonë. Shiqov vllai i dashur, këtë ja këtë bes, ja kena dhonë Allahut subhanahu wa ta'ala, akoma, pa lind babaj, nona, gjishi, shtërgjishi, parasiet të gjithë kemi qenë të barabart, të duarët e Allahut subhanahu wa ta'ala, e Allahu Gjelleshanuhu, na e ka parashtru këtë piqe dhe ka thonë, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë e Zoti juaj, si ka qenë përgjegja, shahidna, po dëshmojmë ti e Zoti jonë. Allahu që ka tha, en të kulu, jaume l'qiyameti inna kunna an hadha ghafilin. Mës thoni ditën e gjikimit, or Allah një gjotë të tilë ne nuk e kemi dit, nuk e kemi dit se ti e Zoti jonë. Allahu subhanahu wa ta'ala na e ka dhonë një argument të madh. Akoma para se me lind nga nana, nga barku i nanës, kemi dal nga korizi Ademit a.s. Tu kanë thonë djetarët është dita ku krijesa e njofi krijuesin. Krijesa u njoftu me krijuesin në ditën e Arafatit. Thot Imam Ahmedi rahimahullah në fund këtij hadithit, Allahu Ekber, çfarë ditë madhështore dhe çfarë beslidhje gjigante. Çfarë ditë madhështore, ditë Arafatit, atë ditë kur kemi dal nga korizi i Ademit, nga shpina e tij, dhe çfarë bese të madhe e ka marr Allahu subhanahu wa taala nga kush? Nga bitë e Ademit. Vezër ditë Arafatit është ajo ditë që Allahu subhanahu wa taala mburet me krijesën e tokës ndaj krijesës së qiellit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin afdalu inda Allahi min yawmi Arafa. Yanzilu Allahu subhanahu wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama' fayaqul انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. Gjeni vlezë çfarë hadith madhështor për ditën e Arafatit. Thot pejgamberi alayhis salam, ditë më e madhe se dita Arafatit nuk ka, me vlerë të madhe. Atë ditë Allahu subhanahu wa ta'ala zbret në qiellin e dinjos. Kjo është e vetmja ditë mrenda vitit. Asnjëherë nuk kemi të dhëna se këto gjërat vëllazër nuk mirën dhe me thonë me hamendje, me ijtihadin e dietarëve. Kjo është gajb. Kur flasim për Allahun, për cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala, duhet t'i referohemi burimit krijesor, Kur'anit dhe Sunetit. E Muhamedi alayhis salam thot ditën e Arafatit. Kanë thonë dietarët kur është ajo? Pas namazit të drekës deri para perëndimit të diellit. Asnjëherë Allahu subhanahu wa ta'ala, sipas dhënave që i kemi në Islam, në fen ton, nuk zbret ditën gjithmonë natën, 1/3 e natës. Kurse ditën e Arafatit zbret ditën dhe krenohet Allahu subhanahu wa ta'ala me banorët e tokës, krenohet me haxhillarët, ju krenohet banorëve të qiellit me lekëve dhe i thash shikoni robët e mi, shikoni robët e mi, të pluhunosur, të lodhur, të raskapitur, flokët pa krehur, përgatitët, gatshëm për me prej kurban, prej çdo vendi, prej çdo skepi të botës kanë ardhur, çka dëshirojnë, e dëshirojnë mëshirën time, dhe akoma nuk e kam pa dënimin tim sa është i madh. Thot Muhamedi alayhis salam, dhe nuk ka ditë më shumë që Allahu subhanahu wa ta'ala më së shumë t'i shpëton nga zjarri i xhenemit se sa në ditën e Arafatit.
Nuk ka as një ditë, thot Muhamedi a.s. As edhe ditët e Ramazanit. Se sa ditën e Arafatit që Allahu subhanahu wa ta'ala shpëton nga zjarri i xhenemit. Thot dikush, subhanallah, po këtu na i dajten haxhillarët, ne një gjë të tillë nuk mund ta bëjmë. Ne një gjë të tillë s'mundet, atë kjo mirësia atyre nuk na përfshin neve. Pejgamberi a.s. shiqoni vëllezër, kjo fe nuk le askon të mërzitet. Po ato në Arafat e kanë një gjë të tillë, por ne kena një veçori të cilën ato të Arafatit nuk mund ta zbatojnë. Kush është ajo? Erdh një te pejgamberi sot Ebu Qatada radiallahu ta'ala anhu, sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an siyami yawmi Arafata. Erdh një e piti Muhamedin alayhis salam për vlerën. Çfarë vlere ka agjërimi ditës së Arafatit? Muhamedi alayhis salam ditën e Arafatit nuk ka agjiru. Sa agjiroi Muhamedi pse ishte në haxh ditën e Arafatit. Nuk ka agjiroi sallallahu alaihi wasallam dhe ju tha sahabeve mos agjironi. Hani dhe pini të jeni të fuqishëm për me bo lutje dhe dua deri në perëndimin e diellit. E piti ki personi Muhamedin alayhis salam për vlerën, çfarë vlere ka agjirimi në ditën e Arafatit? Tha Muhamedi alayhis salam, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Allahu akbar. E tha Muhamedi alayhis salam për vlerën e agjirimit të ditës së Arafatit, tha shpresoj. E kur Muhamedi alayhis salam shpreson, Allahu subhanahu wa ta'ala shpresën e tij, dëshirën e Muhamedit alayhis salam nuk e pranon, e pranon. E tha Muhamedi alayhis salam, unë kam shpresë dhe jam i bindur që agjirimi në ditën e Arafatit i shli mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Një gjë të tillë, një mirësi të tillë nuk e kanë haxhillarët. Allahu subhanahu wa ta'ala shiqe vëllezër, të gjithë bes asnjë nuk anashkalon. Ai i cili e ka kri haxhin dhe ai i cili nuk e ka kri haxhin. Të gjithë janë të barabartë, për të gjithë ka mirësi. Mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala janë të shumta. Pastaj pejgamberi alayhis salam kur tregon me një hadith për duan, lutja më e mirë në ditën e Arafatit, thot: "Inna khayra ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir." Tha Muhamedi alayhis salam, duan më të mirë që e kam thonë une edhe profetët para meje është duaja që thuhet në ditën e Arafatit. Kush është ajo? La ilaha illa Allah. Shiqo vëllezër, nuk ka dua më e mirë se tauhidi, njëshmëria Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj besimtari i cili e adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala me besimin e tij të pastër, duke i mbështetur fjalëve të Allahut, haditheve të traditës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A e dini sa si qelosh ai? A e dini sa i përgatitesh është një besimtar i cili e ka tauhidin e pastërt, e ka tauhidin larg çdo bestitnie, larg çdo shirku, larg çdo bidati, larg çdo të keqes. Ai është i fortë. Ai mund debatone me 200.000 bidatçi, ai mund debatone me 200.000 kuça disa filozof me qon, puna e tauhidit, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Po vëllezër, dita Arafatit bie në ditën e martë. Mos ju ike kjo ditë pa agjiru. Këshilloni të afërmit e juj, familjarët e juj, fëmijët e juj, se është një ditë brenda një vitit. A e shikoni se çfarë dobi, çfarë vlerë të madhe ka kjo ditë. Në këtë ditë vëllezër është kompletu feja Allahut subhanahu wa ta'ala. Është kompletu Islami. A e din çfarë mirësie ka kjo? Kjo është mirësie e madhe derisa çifutët kanë thonë, si kur të kishim ne diçka që e vërteton se feja jon është e kompletuar dhe është e përsosur. Prandaj erdhi çifut, siç e dini hadithin, te Omeri radiallahu ta'ala anhu dhe i tha: "Ja emir al-mu'minin, ayatun fi kitabikum law nazala fina ahla al-yahud lattakhadhna dhalika al-yawm 'ida." Thani çifut, një ajet e keni ju, besimtarët, ju muslimanët e keni një ajet Kur'an, si kur ne ta kishim qatë ajet në Teuratin ton, nuk do të kishte më të lumtur se ne. Omeri tha, kush është? Tha, el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allahu i tha pejgamberit alayhis salam, sot tha fen tuaj e kom përsos
mirësitë e mia u kom shtu juve dhe e bëna islamin, e zgjodha islamin, fe ndaj të cilës jam unë i kënaqur, unë jam dakord dhe e bëra dhe që ju të jeni dakord ndaj islamit. Omeri tha ngadal, vallahi unë e di, kjo ka zbrit ditën e Arafatit, ka qenë ditë e Xhumë dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë i hipur mbi deve dhe dita e Arafatit është Eid, ka thonë pejgamberi alayhi salam, yawmu Arafa wa yawmu an-nahr wa ayyamu at-tashriq عيدنا أهل الإسلام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. Omeri tha, po feste kena ne, dita Arafatit është feste muslimanve, dhe mbani mend vëllezër, Allahu çka tha e kom përsos fen tuaj. A e dini pas sa ditësh ka vdek Muhamedi alayhis salam pasi që ka zbrit kia ajet? Ka jetu vetëm se banja men 81 ditë. Pas këtij ajeti nuk ka zbrit ajet tjetër që ka të bënë lidhje me halal, me haram, me dispozita. Ki ajeti fundit. Me këto u kompletu islami. Kanë zbrit ajete për frigën, ndaj Allahut, ditën e gjykimit e kështu me radhë. Por ajetet çka kanë bëjnë me halal dhe haram, me mëkate të mëdha, me ligje, me dispozita, pas këtij ajetit nuk kanë zbritur dhe Muhamedi alayhis salam jetoi vetëm se 81 ditë pas që zbriti ky ajet. Po vëllezër, dita Arafatit është ditë e madhe dhe jemi 10 e parë të muajit Dhulhijhe në ditët më të mira. Duhet kemi kujdes se Allahu subhanahu wa ta'ala krenohet nëpërmjet nesh ndaj melekëve të tij. Mos bëhemi prej atyre që Allahu subhanahu wa ta'ala ta lëshon hidhrimin e tij në 10 e parë të muajit Dhulhijhe. E nëse dikush e arrin e meriton hidhrimin e Allahut në 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe, kur dhe afrotaj të mëshira, të falja Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, çka që themi ca prindërve, nëse i shikojmë fëmijët e tyre, sidomos tash, kur përfundojnë maturat dhe kur fillojnë maturat, kur përfundon viti shkollor, Allahu Ekber, i sheh subhanallah, vallahe, vjen turp të flasish, ku janë ato prind, a kanë xhelozi, a kanë iman, si cili prej atyre krenohet në 10 e parë, a i cili e ka fëmijën më të zhveshët, a i krenohet para gjithëve më shumë. A i cili nderin e tij më shumë e shet, më shumë e eksplozon, a i më tepër krenohet. Shikoni ku kanë arrit muslimanët, nuk kanë mbetur fare xhelozi, vallahe, nuk kanë mbetur fare xhelozi, përveç ato që i ka mëshiru Allahu, ato që i ka mëshiru Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu xhelozon dhe xhelozia Allahut është kur robi apo robresha e tij bëjnë mëkate, bëjnë harame dhe bëjnë gjinahe. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që neve, familjet tona, gratë tona, bijat tona, ti udhëzon Allahu dhe mbar besimtarët, ti udhëzon në rrugën e drejtë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.